përshëndetje, mirëmëngjesi të gjithëve, faleminderit për prezencën në këtë workshop. Në mënyrë të veçantë, unë desha të falenderoj përfaqësuesit e Bankës Botërore, përfaqësuesit e Këshillit Evropian të Pagesave dhe të Bankës Qendrore Europiane, të cilët marrin pjesë në këtë workshop. Për të gjithë ne në këtë sallë, si një disi ri krijuar, si strukturë e re krijuar institucionale në raportin midis Bankës Qendrore dhe bankave të nivelit të dytë për të instaluar dhe për të filluar një proces komplet të ri i cili do të ndryshojë jo vetëm sjelljen e konsumatorëve dhe përdoruesve të sistemit bankar, por ajo që duhet fillojë e para është që të ndryshojmë ne sjelljen dhe raportet midis njëri tjetrit. Kryefjala e këtij workshopi është natyrisht lajmi që Shqipëria është bërë pjesë e SEPA-s dhe vazhdimi është gjithë procesi i përshtatjes sistemit tonë legjislativ, por edhe i strukturave me kërkesat e SEPA-s. Natyrisht anëtarësimi i Shqipërisë në SEPA është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë, jo vetëm në rrugën e avancimit drejt procesit integrimit europian, por edhe për mundësitë dhe përfitimet ekonomike dhe institucionale që ky anëtarësim do t'i sjellë ekonomisë shqiptare në tërësi, por në mënyrë të veçantë tregut bankar dhe financiar. Procesi i përgatitjes për aplikimin dhe anëtarësimin në SEPA për Bankën e Shqipërisë, por dhe për të gjitha institucionet financiare, ishte vetëm fillimi i një rrugtimi të sfidues për të gjitha institucionet tona, dhe puna sapo ka filluar, anëtarësimi është vetëm hapi i parë, tashti secili nga ne në pozicionin që jemi, do të bëjmë të mundur që ky proces të eci përpara dhe përfitimet të vinë sa më shpejt. Sfida e radhës është që të përmbushim të gjitha hapat e nevojshme për anëtarësimin në skemat SEPA, duke filluar që nga prilli i këtij viti, me qëllim që të gjitha këto përfitime të materializohen dhe të bëhen pjesë të përditshme për qytetarët, për bizneset dhe për të gjitha aktorët e tregjeve financiare. Në këtë drejtim dua edhe një herë t'ju inkurajoj që të jeni sa më proaktiv në përmbushjen e objektivit që tashmë është tërësisht një proces që varet nga ju dhe nga ne. Banka e Shqipërisë dhe të gjitha institucionet partnere si Banka Botërore, Këshilli Evropian i Pagesave, Banka Qendrore Europiane, patjetër që janë mbështetësit kryesor, por edhe udhërrëfyesit tanë në të gjithë këtë proces që ne kemi përpara. Pavarësisht se ky rrugtim është individual i çdo institucioni, ai kërkon një angazhim maksimal dhe bashkëpunim midis të gjitha institucioneve, të cilat të ndajnë me njëra tjetrën kohën, efikasitetin edhe shpejtësinë e ndodhjes së gjërave. Më lejoni që të sjell në vëmendje se anëtarësimi në SEPA për secilin nga ju sjell një dimension komplet të ri në të ardhmen për të gjitha shërbimet që juve ofroni. Për te i përfitimeve që do të kenë bizneset, qytetarët dhe ekonomia në tërësi, ky anëtarësim do të vendosë sistemin ton financiar në një pozicion avangard në të gjitha vendet e rajonit, ku ne jemi prezent, por që ato vende nuk janë akoma antar të zonës SEPA. Së fundmi, anëtarësimi në SEPA krijon parakushtet e nevojshme për përgatitjen e institucioneve financiare dhe bankare të Shqipërisë në kuadrin e integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto arsye, më duhet të theksoj se projekti është një projekt strategjik i cili ndërton një të ardhme të sigurt të sistemeve tona financiare drejt atyre europiane. Është një rrugtim ambicioz, është sfidues dhe me ndikim në sjelljen ekonomike të gjithë faktorëve të tjerë dhe aktorëve të tjerë të sistemit ekonomik në Shqipëri. Fal vizionit largpamës edhe strategjik të Bankës së Shqipërisë, por të mbështetur fort edhe nga qeveria shqiptare, operacionalizimi i open banking dhe i instant payment bazohet tërësisht në standarde dhe në praktikat Bashkimit Evropian, duke mundësuar tregun që të ketë një tranzicion sa më të lehtë, por edhe efikas në këtë periudhë. Prandaj më duhet të theksoj fort nevojën për angazhimin tuaj maksimal në të gjitha projektet që do të vinë në fushën e sistemeve të pagesave, siç janë open banking edhe instant payment.
Në këto projekte janë veçanërisht të rëndësishme, jo vetëm për përgatitjen e tregut tonë për perspektivën europiane, por edhe për bërë një element shumë të rëndësishëm, një bazë shumë të mirë për inovacionin dhe përparimin e sistemeve tona të pagesave për të përballuar të gjitha sfidat që institucioneve financiare i vinë nga tregu, qoftë edhe sfidat e konkurrencës. Në fund dua të falenderoj Bankën Botërore për mbështetjen që të saj disa vjeçare në fushën e modernizimit të sistemeve të pagesave, duke filluar që nga ndërtimi i ligjit për sistemet e reja të pagesave dhe në vazhdimsi. Falë kësaj mbështetje ne kemi të kaluar shumë sfida dhe kemi bërë të mundur të arrijmë shumë objektiva gjatë kësaj periudhe. Një falenderim të veçantë unë do të kem edhe për Këshillin Evropian të Pagesave dhe mbështetjen e vazhdueshme të këtij institucioni, sidomos në procesin e shumë sfidues të antarësimit të Shqipërisë në zonën SEPA. Së fundi, Banka e Shqipërisë dhe institucionet financiare shqiptare i jemi shumë mirënjohës edhe Bankës Qendrore Europiane për mbështetjen e saj institucionale në krijimin e mundësive për integrimin e tregut shqiptar të pagesave në tregun europian, nëpërmjet ndërtimit të projektit TIPS Clone, i cili do të hap rrugën për integrimin e sistemeve tona në një të ardhme të afërt. Unë ju uroj që ky aktivitet të jetë sa më frutdënës dhe ne mbetemi gjithmonë të hapur për të akomoduar të gjitha kërkesat, sfidat që janë të përbashkëta tonat dhe tuajat. Ju uroj suksese dhe ditë të mbarë.